A rrezikon Albin Kurti të shpallet non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithë sjelljen e tij politike dhe raportet që ka ndërtuar me vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe a mund të ketë njëjtin fat si vetë Sali Berisha? Disa element mund të them që gjason pak a shumë. Pse ku bazohem? Mendoj që e gjithë ish pushteti i kaluar që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës kanë pas ta quaj hyrje dalje, vizita edhe në shtëpinë e bardhë, në Pentagon, në State Department, plejada po themi ish-kryeministrave apo presidentëve, ndërsa të Kurti është, më të them, kem pas një lloj ta qoftë bllokade. Dhe këto tregojnë që nuk po them a ka pas elemente ideologjike, sepse njeriu ka erë edhe në karrierën e vet, edhe pse mund të jetë dikush majtist, kur vjen në qeveri bëhet djathtis dhe oligark jashtëzakonisht i fuqishëm, harron të kaluarën e tij për interesa, mund të them personale apo të karrierës. Mirë po ka ndokush që mbet në ideologjinë e tillë anti-imperialiste, periudha që është dërë me neoliberalizmi, pastaj gjanat të tilla të cilat kanë të bëjnë me konceptin e formimit të tij, ose i majt ekstrem, dhe kjo mendoj që është klasifikuar nga fuqia dhe e shërbimeve, të cilat nuk është t'i bëhet rrëngjeni edhe një qytetari mund t'i bëhet shumë shpejt analiza asaj se kush është dhe çka është, ose formimin e tij, jo një kryeministri. Dhe mendoj që amerikanët e kanë mund të them qysheret në vëzhgim, ata kanë menduar që ky mund të jetë njëri që mund të bashkëpunohet pe asaj që ka arritur me votën në zgjedhje, por me sa duket qëndrimet e tija në disa procese apo ato që kanë të bëjnë me demokratizimin e brendshëm në Kosovë, pastaj rujtjen e pavarësisë së institucioneve të pavarura. Shef, ndërkombëtarët në dy aspekte operojnë në Kosovë fuqishëm. Në rujtjen e interesave të pakicës serbe dhe krijimit të asociacionit. Dhe këtu mendoj që Kurti ka arritur që në një farë mënyrë me ta quaj atë diskursin e tij të shifet që është ndoshta në disa raste e shohin si figurë jo vetëm kokëforte, por tenton që në popull me këto dy karta të luaj. A kanë amerikanët një strategji në kokën e tyre që ndoshta në një afat shkurtër ose edhe në afat të gjatë të vendosin ose më saktë japin mbështetje Vjosa Osmanit për që ajo kryeministre në vend të Albin Kurtit, pra në një rast hipotetik? Po, mendoj ke drejt, mendoj që ish opozita nuk do hyn në lojë për ta marrë pushtetin për një periudhë të shkurtër, sepse kem atë problematikën me 80 vota deputet duhet të qëndrojnë të jenë në sallë për zgjedhjen e presidentit. Mendoj shumë në këtë solucionin që e përmendet ju. Mendoj që është ndoshta një koketim që kryeministra të jetë femër dhe një president të jetë i polit të kundërt. Mund të ndodhë ajo që thatë ju me qenë se presidenti Osmani ka treguar hapës që është në linjat të njëjtë me Albin Kurtin. Dhe kjo mund të jetë ashta koketim. Aja ka pasur për interesat e veta për të fituar edhe një mandat, kuptohet. Dhe tërë këtë politikë sot që bën ose deklarimet e saj shkojnë në këtë drejtim, të jetë afërt me partinë e parë. Apo koketim tjetër për të hyrë garës prapë në zgjedhjet eventuale që mund të shkaktohen. Por me ndryshim nga Albin Kurti, ajo ka të tjera raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kemi parë në disa takime me presidentin amerikan Donald Trump.
Po, ke drejt. Ke drejt, por fola për apetitet e saj për të fituar votë me ose afërsime partinë e parë për kandidaturën për një mandat të dytë për president. Do të taktikisht do shta kjo ka vepruar jo për interesat Kosovës, por interesat e veta personale, se ta fiton edhe një mandat për presidente, se privilegjet janë të mëdha dhe nuk e besoj që kem arrit në atë stad që të punohet për interesat ekskluzive të shtetit, por është një përzierje, një mix mes karrierës të vet personale, ta fitoj edhe një mandat të dytë. Ke drejt që në kryeministër mendoj që mund të koketohet për një figurë dytë në lëvizjen vetëvendosje. Do të tham tërësh që për ju mund të jetë edhe Konjufsa, që mund të jetë figura që mund t'i pri qeverisë. Nga se mendoj që për të ardhur prap këtë konstelacion të sotshëm, Albin Kurti kryeministër me goditjet amerikane, besoj që mendoj që nuk do ishte me interes të përgjithshëm, nga se polarizimet e tilla në raport me amerikanët mund të na dëmtojnë edhe si shtet, por mund të kemi situata kur plotësisht ke drejt që mund të kemi një ardhje të një figure e cila është bashkëpunuese dhe mendojnë sidomos amerikanët në këtë rast që përmendet jo Sasmonin apo figura nr. 2 në lëvizje vetëvendosje zotin Konjufsa. Mund të them se lojra të tilla të cilat mund të them ose përdorimet e figurave të cilat koketohen për të ardhmen për një korrespondencë apo mund të them një bashkëdyzim mes këtyre raporteve me të cilat amerikanët mund ta parashohin. Mendoj që edhe shtetet e fuqishme nuk ikun shumë nga ajo çka planifikojnë amerikanët, edhe për figurat që udhëheqin atë shtet. A ka gjasa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta braktisin Kosovën ndryshe nga sa kanë treguar vendosmërinë e tyre në raport me Kosovën deri më tani? Dhe e ndodhur në këto kushte, a ka gjasa që Washingtoni të bëjë një tërheqje të atill ndryshe nga se që kemi parë deri më sot? Po që se keni fjalën ushtarakisht nuk e besoj. Në gjitha fushat. Në gjitha fushat, shumë dimensionale mendon. Po shef, është e betonuar çështja e interesave në Evropën Juglindore, sidomos në pjesën e Ballkanit Perëndimor. Është edhe kontrata rishimi kontratës 5 vjeçare për mirëmbajtjen e infrastrukturës amerikane në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Bullgari. Dhe mendoj që amerikanët në këtë drejtim nuk pritet që të kenë lëvizje për shkak të gjeostrategjisë dhe gjeopolitikës së përgjithshme sot që është në botë, por edhe në rajonin tonë. Dhe kjo mendoj thash më herët një fjali, kem balancim, nuk kem të privilegjuar. Në këtë raport mendoj që edhe politika serbe ka luajtur me kartat e tyre. Kem lobime edhe të diplomatëve, ish diplomatëve amerikanë që punojnë në grupet lobuese serbe, kuptohet ata paguhen. Pak a shumë ka ra fuqia lobuese e lobit shqiptar fatkeqësisht në Amerikë, për shkak të divergjencave dhe të asaj që ka ndodhur në Kosovë dhe ato fragmentimet mes interesave grupeve politike, partive politike dhe kështu që ka ndikuar edhe në lobin amerikan. Dhe nuk ka qenë shumë, mund të them, në një farë mënyrë mirënjohëse për atë që ka bërë lobi amerikan, dhe të pastaj ke pas emocionalisht njerëz të thyer dhe të dëshpëruar. Por reaktivizimi i shpejt duhet të bëhet të këtë drejtim. Mendoj që është shumë me interes që lobin të ripërtrihet dhe të ristartoj prap me fuqinë të cilën mund ta ketë në këtë aspekt. Serbia ka arritur, kuptohet edhe vizita duket para një muajsh e Marko Gjiriqit, ministrit e jashtëm serb, me Marko Rubio, ku kërkon që të ketë partneritet, jo dialog, po partneritet strategjik me SBA-n në disa fusha. Dhe kjo tregon që diplomacia serbe ka qenë bukur ofenzive, dhe atë që thatë ju tërhiqjen e amerikanëve, ose që mund të ketë pasoja, të lëndohen në këto raporte, nuk e mendoj, nga se Kosova dihet është, mund të them, po dhe gjithë shqiptarët janë në popull më pro-amerikan, mos të më dhe në Evropë. Dhe jo, nuk po flas për gjithë botën, por në Evropë po dihet që janë
populli që kanë një simpati më të madhe për Amerikën, ose mund të them edhe për vetë udhëheqjen e saj. Por mund të ketë pasoja që mund të shprehen në aspektin politik, diplomatik, me ekonomi ose në raporte tregtare nuk ka ndonjë bilanc të mirë Kosova, nga se është lartësi dhe më them drejtën, ne mund të importojmë, se çka eksportojmë kemi pak më problem. Dhe kjo vlen ndoshta edhe për Shqipërinë në këtë rast, por mund të ketë një thyrje dhe një, mund të them, krijim i një situate kur mund të këshyret kundërshtari dhe armiku jëtë me sy tjetër nga fuqia amerikane. Dhe këtu duhet të kemi kujdes, sidomos është një citat edhe Akademisë Serbe, por edhe vetë Dobrica Ćosićit, që Kosova është vështirë të kthehet në Serbi përderisa e vetmja shpresë është prishja, dhe kur fillojnë të shajnë dhe të fyjnë dhe të shprehen si kundërshtar të SBA-ut. Dhe kjo do të ishte suksesi politikës serbe, dhe mendoj që ne në opinionin publik në Kosovë kemi krijuar disa kontura të tilla duke pasur, mund të them kështu, një simpati ekstreme të madhe ndaj Kurtit. Kemi ndonjëherë edhe citate që marrin forma të tjera që realisht në strategjinë tonë të përgjithshme, qoftë kombëtare, qoftë shtetërore, na bojnë dome.